Jemi në kishën e Shën Mitrit, në fshatin Briski Poshtëm, sot një zonë që i takon Malit të Zi, por shekuj më parë dhe pikërisht në mesjet, mendohet se ka shërbyer si famullitar dhe mendohet po ashtu që këtu është shkruar edhe meshari i Gjon Buzukut. Vepra e parë në gjuhën shqipe, një botim që i dedikohet kryesisht besimtarëve të krishterë, por mbi të gjitha sot një vlerë e shtuar për gjuhën shqipe, si një dëshmi se si flitej Shqipja në vitin 1555, por edhe në kohën që ajo u shkrua. Dom Niku Gzhini, një studiues që i ka kushtuar një kohë të gjatë të jetës së tij si famullitar i kishave në zonën e Shkodrës, por edhe në zonën e Malit të Zi, do të na shpjegojë kontekstin historik të jetës dhe veprës së shqiptarëve, përfshirë edhe dom Gjon Buzukun, ndërkohë që jetonte në fshatin Brisk të Poshtëm, që është pikërisht një zonë që qëndron përballë liçenit zonës së Koplikut në Shkodër. Dominika, jemi në një prej kishave që ka lidhje të drejtë për drejtë me librin më të vjetër të botuar në Shqip, që është Meshari i Gjon Buzukut, një libër referencë në fakt përtej kishës dhe besimtarëve të krishterë, pikërisht për vlerat që bart për gjuhën shqipe. Këtu gjendemi faktikisht në zonën e Krajës, e cila ka një histori të veçantë dhe kjo pjesë, dhe normalisht në kohën e Gjon Buzukut lidhet pikërisht edhe kjo objekt, kjo kishë lidhet me te, dhe gjithherë duke u bazuar në shënimet e kohës jo të dokumentuara, por ma tepër del sipas indikacioneve të studiuesve në aspektin ata që janë marrë në aspektin gjuhësor, por dhe sipas po themi edhe të rrethanave të kushteve historike në cilat është zhvilluar jeta kishtare në zonën e Krajës. Dhe në anën gjuhësore, normalisht se studiuesit më të mëdhej gjithë janë të bindur pra se Buzuku në bazë anës analizës gjuhësore faktikisht ka qenë prej Kraje, dhe pastaj disa të tjerë duke saksuar se ka vepruar pikërisht në Briskun e Poshtëm, dhe tradita popullore mban këtu se kjo ambient, kjo kishë quhet kisha e Prithit të Madh, do thot në kuptimin e peshës, vlerës që ka pas Gjon Buzuku, i cili në këtë ambient faktikisht për disa vite me radhë ka përkthyer librin e parë në gjuhën shqipe, siç është Meshari. Ne gjendemi në zonën e Malit të Zi, përballë është liçeni i Shkodrës dhe Kopliku. Pra gjendet pjesa shqiptare e zonës. Tashmë jemi në pjesën malazeze, që është brenda kufive të Malit të Zi. Si zhvillohej kjo zonë, cila ishte jeta në këtë zonë, dhe si lidhet drejt për drejt kjo kishë me Gjon Buzukun? A ka shërbyer Gjon Buzuku këtu? A ka dëshmi që kjo kishë është e lidhur me të? Faktikisht kjo zonë në periudhën që flasim kanë qenë nën venecianet, akoma jo nën Perandorinë Osmane, sepse Tivari dhe Ulqini në vitin 1571 kanë rënë në pushtimin osmane, dhe gjatë asaj periudhe këtu ka mundur të zhvillohet jeta kishtare, po themi në mënyrë shumë normale, sepse venecianët normalisht se kanë qenë dhe mbrojtësit e jetës së krishterë, sidomos edhe të shqiptarëve në këto zona, dhe kështu që është mundur dhe sipas pra indikacione në mënyrë tërthorazi, është mundur që të ketë shërbyer këtu Gjon Buzuku, se kur ka qenë kjo kishë ndërtuar, e kemi në shënimin të gdhendur në pragun e hyrjes të kësaj kishe, ku aty thuhet se 1550 u shëgërue nga argjipeshëvi të Tivarit. Dhe në atë periudhë, 1550 ka qenë faktikisht Ludovik Kjerogjato, ka qenë argjipeshë, i cili e ka shëgëruar duke u kthyer nga Koncili i Trentos, sepse gjatë duhet shikjuar edhe pak në mënyrë më të zgjeruar. Koncili i Trentos ishte koha kur faktikisht nuk lejoi më pas asaj që të ketë edhe libra të shenjtë në gjuhën shqipe, dhe kështu që Meshari gjatë asaj periudhe derisa majt Koncilin e Trento ka përshpituar që ta
faktikisht që ta boton librin e parë në gjuhën shqipe deri tash sa dihet. Dhe pastaj përkrahjen e ka pas edhe ma vonë nga i pezhi tjetër i Tivarit, sepse kur ishte Ludovigo dhe pastaj në vitin 1551 erdhi si argjipezh edhe John Arapi ose John Bruno, që ka qenë kryepezh i Tivarit në atë kohë, që ishte shqiptar nga Ulqini, dhe kështu që edhe ai ka përkrah si duket këtë ide që të ketë diçka në gjuhën shqipe, me siguri është potencuar dhe për shkak të rrezikut që i kërcënohej kësaj zone nga Perëndia Osmane. Dhe siç është ajo që Palejgji e la, duke pas indikacione që faktikisht treva shqiptarë do pushtohen nga turqit, e la formulën e pagëzimit në gjuhën shqipe, edhe ky ka desh që të ketë një vepër që është elementare, që është kryesore për meshim, që quhet meshari. Si e besojmë ose si e dim ne që Gjon Buzuku është i lidhur me këtë fshat edhe me këtë kishë? Po në bazë dhe të kaluarës historike të këtij vendi, kësaj zone, si dhe asaj çfarë dëshmon dhe argjipezhvia e Tivajit, që ka dëshmuar dhe dëshmon dhe sot në për atë periudhë, këtu thuhet se faktikisht ka shërbyer si familjar Don Gjon Buzuku, në kohë kur kjo zonë gjitha ishte në venecianet. Dhe libri është botuar para në vitin 1555 me gjithherë me qëllim që populli i cili ishte i rrezikuar në atë kohë fillonte të rrezikojë dhe kjo zonë nga Perëndia Osmane, që të kenë diçka në gjuhën shqipe, që është meshari, pra që është një libër kryesor për të meshuar që të ruhet vazhdimësia e jetës kishës katolike ose të krishterizmit në bazë këtyre shkrimeve që ai ka hartuar dhe ai ka shkruar tek libri mesharit. Ne pra kemi të dhëna që argjipezhvia e Tivarit e ka emëruar famullitar në këtë zonë? Drejt për drejti nuk na del, nuk kemi shenjë të asaj periudhe, por në bazë mënyrë tërthorazi kuptojmë se ai ka qenë këtu famullitar. Sepse edhe tradita aman dhe shënimet të ndryshme gjysore tregojnë se në këtë zonë ka jetuar, ka vepruar ajo, dhe tradita e popullit e madh se këtu ka shërbyer Gjon Buzuku. Dhe shqipja e mesharit është shqipja që është folur në këtë tref? Shqipja e mesharit patjetër, edhe sidomos në bazë Çabejt, Çabej e thekson dukshëm këtë element, se në bazë dialektit, në bazë fjalëve, faktikisht ky ka qenë Buzuku ka qenë këtu ka shërbyer dhe ka qenë si prefti i dyqezës së Tivarit. Kështu të mos shënime Çabej dhe shumë studiozë të tjerë. Dom, nga 1555 deri në ditët tona shumë gjëra kanë ndryshuar, jo vetëm për shqiptarët, gjuhën shqipe, por edhe për shtrirjen gjeografike të Shqipërisë, mënyrën se si ne flasim shqipen, ne kultivojmë shqipen, ne ruajmë shqipen, dhe mënyra edhe se si shteti dhe po themi historia e shqiptarëve jashtë apo brenda kufive ka ndryshuar. Si e gjejmë sot mbas pothuajse 5 shekujsh kishën ku mendohet se ka shërbyer Gjon Buzuku? Kjo zonë, kjo ambient normalisht ka ndryshuar si shumë të tjera në bazë ngjarjeve historike që janë zhvilluar nga Kongresi i Berlinit, pastaj dhe konferenca e Londrës, që i kanë nda kufit simas atyre që ishin më të fortë, simas atyre që në lufta i kanë fituar trojet, tjetërkujt, dhe kështu që dhe kjo zonë ka met nga e kohë në shtetit e Malit të Zi, në pushtetin e Malit të Zi. Kështu që madje ma vonë normalisht se kjo ka filluar të stabilizohet gjendja shqiptare, por sidoqoftë ka pas vështirësi të mëdha dhe asimilimi tu ka qenë i madh në anën gjysore, pra gjysore dhe kombëtare, dhe shpërngulja ka ndodhur shumë e madhe. Kështu që ky ambient tash ka met pothuajse i shkretë, brisku i poshtëm quhet këtu, dhe kisha këtë gjendje e cila është paka shumë normale mund të themi, por si objekt i kësaj natyre, i këtij personi, i kësaj periudhe, siç shihet edhe nga mbishkrimi në gur, kjo meriton që të ketë një kujdes më të madh, më ndryshe, ndoshta një ndërhyrje edhe restauruese që paka shumë më rikthy disa elemente të periudhës kur ka jetuar dhe ka shërbyer këtu Don Gjon Buzuku.
Kisha mund të ketë qenë ndryshe, mund të ketë qenë më e madhe para 5 shekujt, Kisha por është e sigurt që ka qenë në këtë zonë. Po, kur e kemi shënimin në nguar në gjuhën latine, do të thonë është një argument se s'ka diskutim se kisha ka qenë kjo. Mund të kanë qenë paraandësh ndoshta me navate pak më zgjeruar ose tjera, ai mund të ketë përpsuar ndonjë rrenim gjatë prandërisë së madhe si tana kisha tjera, por faktikisht bazamenti, thelbi i kish, qendra kish, faktikisht është kjo. Këto kanë qenë dhe tiparet e këtyre objekteve në këtë zonë, sepse kishat e kësaj natyre kemi edhe në përfshatat e tjera rreth rrotull.